kupton, po jo not always there. Pra e bie, po mirë, Albertin lidhe me këtë kur herën e kaluar kur folëm ne, kodi ishte që problemi ishte që duhet të gjej imazhin që ishte në qendër apo jo. Që folëm ne vendos randomly 5-2-shin, 2-5-ën. Po, kam gjetur të qendrës. Po. Tani ideja ishte unë ndryshova një parametër që ishte distanca e ledit nga sample-i. Po. Dhe kjo ma ndryshoi shumë atë qartësinë e sample-it. Për shembull 6-ën dhe 7-ën më përpara që janë ato pothuajse e parafundit fare, se e fundit është 8-a dhe 9-a që duhet arrihet. 6-a dhe 7-a herën e fundit ne nuk e shikonim qartë fare ato. Po. Vijat e ndara nga njëra tjetra që më thatë ju me këtë ndryshimin e fundit arrihet pak, po jo tamam fare, ndërsa tani është arritur më shumë. Pothuajse edhe 8-a me 9-ën dallohen pak, po nuk janë fiks të ndarë, ndërsa 7-a me 8-ën janë edhe në qendër, 6-a me 7-ën edhe të ndara. Është puna vetëm te ngjyrat që janë bardhëzi dhe pjesa e sharpness. Po interesant. Po ndryshove distancën që është e kodi apo jo? Distancën e ledit që ishte nga 67 pikë sa më duket, ja ta shikoj një sekond. Ka qenë nga 67 pikë 5 e në fuqi 3. Unë e kam bërë 27. Po. Dhe mora këtë imazhin, domethënë që është shumë herë më e qartë. Po kjo 27 e në fuqi 3, 27-a këto janë mikrometër apo milimetër? Mos e mikrometër. Kjo është distanca LED. Kjo është distanca LED me çfarë? Nga ledit të objektit, të sample. Po. Të sample-i? To the object, thot atë. Duhet jetë e objektivi. Really? Jo, mos është objektiv. Se po më çështënim. Normalisht ledi këtu, ta mendoj pak. Kemi ledin, kemi sample-in. Sa mendojmë distancën LED ose light source? Po e mendojmë si light source sample. Sa është afërsisht distanca, sa mendon ti, Alberti? Kjo këtu Z-LED është shënuar për sërë. Z-LED. Z-LED? Po është nga ledit e objekti, apo nga ledit e objektivi i mikroskopit? Për sërë, unë më shumë mendoj se thot nga ledit tek sample, se thot from LED to the object. To the object nuk mendoj se i referohet e objektivit. Unë thoshte to... Po, okay, dakor, po i bie... Se është sample-i në mes kamerës edhe light source, edhe mund tjetë duke zvogluar këtë distancën e objektivit sample-it nga light source. Po. Okej, për tani të mendoj diçka. Po mirë, kjo 67.5, kjo se në fakt të gjitha parametrat aty, ato kodi më duket përdor vetëm milimetra. Që do thot, nëse kemi vetëm milimetra, këto mos janë mikrometra, se i bie 67 herë 10 fuqi 3 milimetra. Po, i bie mikrometra. I bie 10 mikrometër. Dhe mikrometrat, nëse i ka përdorur edhe të madhësia e pikselit, se pikseli është diku ato përdorin 3.65 mikron më duket. 3.65 mikrometër, pra nëse është 3.65 diku dhe nuk ka n fuqi -3 ose edhe n fuqi 3, atëherë kjo nëse këto janë mikrometra, kjo do thotë që distanca është 67 milimetra. Se n fuqi 3-shi shumëson me 1000, bëhet fjalë 67 milimetra, që do thotë gati 7 cm. 7 cm nga ledi deri te objekti. Më duket pak shumë fakt. Për atë konfigurim. Dhe Alberti, shikon pak me detaje të për shembull te publikimet ç'a lloj distancash mbajnë këto. Sepse
këto lloj distancash janë esenciale edhe kur dikush aplikon për patent, për si new innovation, ato janë të detyruar dhe i bëjnë në fakt, i shkruajnë me detaje sa janë distancat, për shembull nga light source-i, që në rastin tonë është LED, tek objekti, nga objekti tek objektivi, nga objektivi pastaj e menaxhon vetë se si shkon te cmosi. Po shiko pak Alberti më fjalë, shiko pak peprat të këtyre autorëve që mund të kenë 3-4 copë të ndryshme. Shiko pak për distancat që kanë. Po profesor, po mendoja edhe këtë me që mos merrem kështu duke ndryshuar këto parametrat e këtyre, të kapim një dataset tjetër, Po. që ti masim ato, për shembull distancën nga LED-i tek sample-i, nga sample-i tek objektivi, që Po. të dim vlerat, ti zëvendësojmë direkt te kodi, duke i ditur çfarë vlerash që kemi. Të zëvendësojmë me vlerat e tona që masim vetë. Po, me vlerat tona dhe pastaj shikojmë. E drejtë, e bën atë punë. Në fakt, ti dikur ke marrë dhënë në fakt Alberti. Dikur. Këto datasete që kemi marrë, profesor, nuk i kemi matur fare ato distancat. Po distanca, se ka qenë problemi dhe ato si ti qëndronim sample-in ose light sourcing këto gjërat. Edhe thjesht kemi marrë kështu imazhe, po nuk kemi matur distanca që ti kemi saktë. Drejt. Po shiko, më e keqja, nëse kemi të imazhet, mund të vendosin disa vlera random të praafërta, jo precize, thjesht për pas i del. Po, dhe mendoj se vetëm te kjo është e gjithë puna, te kjo e parametra distanca nga LED-it e kjo e luajnë gjithë. E kuptoj. Po mirë, edhe diçka tjetër në fakt, Alberti të skica që do përgatisësh te prezantimi, ai që duhet shumë me detaje, duhet për shembull këto distanca duhet gjithashtu të tregosh pak edhe numerical aperture. Në aja, si matet? Në aja matet nga objektivi te sample-i apo e kundërta? Apo nga sample-i te objektivi? Pra shikoj pak të si NA, how they show it in the paper. Mirë, Alberti? Okej, po vërse. Edhe, po gja mirë në fakt që ka përmirësu, po jo gjetja randomly e imazhit që është në mes, në qendër, përmirësoj shumë ajo, si e zgjodh atë, duke pa random apo? Atë në fakt duke mos luajtur atë, NP-n që ndryshoi atë natë, herën e kaluar. Tani e kam 400 atë NP-n, edhe e selekton vetë atë qendrën. Plus që i kam ndryshuar dhe starting pixels të image. Si është starting? Starting është ajo që merr, po. Starting pixel initial. 830, 1030 është tani. Po. Plus kjo NP-ja që bënte ajo që pa. Në rregull, po. Edhe kap mirë qendrën. Shumë mirë. Bukur. Tani po mendoja kështu. Në fakt, Alberti, tani që ke këtë, që është kjo mundësia e vogël për të përdorur LabVIEW-n, ti në fakt fillove të punoj, besoj e instalove LabVIEW-n ti? Po instalova profesor, po jo atë versionin tuaj, kam instaluar atë versionin tim që kisha, se nuk e di, kisha çik probleme aty, nuk arrita dot ta bëja me licenca dhe kështu që. Vërtet? Nuk kam përdorur nga licencat. Po pse më Alberti më fjalë nisë? Mu mendoj, po ai që keti një sekond. S'po e kuptoj se ai që kemi në s'është i keq. Jo, shumë i mirë është, po nuk arrita unë ta bëja. Domethënë, kushtoj edhe shumë me ta instaluar dhe kur nuk u bë e fshiva fare. Po mund ta instaloj prapë, ta shikoj si do me ecë ky. Nëse ky që kam tani ka të gjitha ato libraritë e gjëra që më duhet. Okej, po mirë, dakord. Mirë, Albert. Prit mendova pak. Albert, unë sugjeroj të përdorësh tonin. Se kemi është një imaging module që ka një çmim të kripur, të cilin ne kemi atë dhe ka mundësi s'do e përdorësh dot këtë image developing module. Kupton?
Po e Atë shkarkova një sonte, shkarkova librarin nga këto të LabVIEWs, ka stile po. për përdorimin e kamerave, se nuk e kishte ajo që kisha unë. Oh, okay. E mirë ta Se di shikojmë. po ashtu di them Geraldit që më ndihmoj me licenca se nuk e di. Po ta çuan ty me email atë serial numbers. Ajo aty te programi kur ti vendos. Okay, është shumë Do mirë. me thonë Ta unë shkruaj po. instalova me të gjitha ato librari që kishte dhe pastaj u ngatruaj që ka e pjesë e licenca. Ku duhet Dakor, një zgjidhen të problemet, zgjidhen gjithë më Alberti. Po në rregull. Unë po mendoj këtë për shkakun që nëse është e mundur, sistemi të ketë se po mbaj tash një mendoshe ti çoj me email pak më vonë unë Alberti. Që po Okay. mendoj kështu. LabVIEW është do kontrolloj controls për shkruajtur, controls si e kam këtu, controls kamera. Zabër. Ti themi kamerën, e kupton, kontrollon kamerën. Se për shembull kamerën e kontrollon nëse është autofocus, i thot Zabri çojë filan vend. Pra po i themi Zabri controls camera, shoots, po them me fjalë takes the image, shoots the image, e kupton, e shkrep, se më thon acquires the image. Shoots the image, nuk e di se mund të themi acquires shkrep thot do it, acquires the image. Mi po çështja është kjo pylon viewer, besoj bëhej ran nga LabVIEW apo jo? Apo jo? Jo. Se di të se kam provuar, unë po shikoja që të komandoja direkt Basler në kamerën nga LabVIEW-ja. Po. Po ishte vështirë ky version që kishim ne. Më tha Geraldi që ne kishim atë Basler Aca, ndërsa ata përdorin vetëm Basler Ace. Okay. Në fakt Alberti, a shkruan te këto te raporti? Po profesor. Pastaj them diçka tjetër. Që në fakt unë e kam shprehur më përpara në leksion, o Frenku ndërkohë të marrësh konfirmim Frenku si ai mirë. Hajde më profesor. Hajde mirë. Na ka zonë Covidi. Me vërtet? Po, kam një 10 ditë. Po, nice, po të kaluam më Frenku me fjalë. Faleminderit. Me shenja kështu. Po. Rënd apo lehtë? Si? Jo, lehtë. Lehtë. Po. Tash drejt fundit s'kam asnjë gjë. Kem një partizan të vogël këtu. Po. Më babit. Gjendje. Po kujdes në Frenku, të kaluam mirë në fjalë. Faleminderit profesor. Okej. Atëherë çfarë po flasim pak më Albertin dhe Alertin, po. Po, me thënë drejtën, më shumë kam dashur të merresha me atë pjesën e programit. Kisha qejf që ta bësh edhe me Raspberry Pi, siç më shkruajte email. Po s'kisha mundësi ku të vija, si të vija. Doja të gjej një Raspberry Pi te i shok, po duhesh edhe kamera. E kuptoj. Po mirë, shikoj Frenket, unë çfarë ma thuaj pak ti ke pas diffuser cam? Po. Po, një sekond. Ore për projektin Frenkin, ne boshatisim me pokën. Futum brenda ti. Bëj eksperimentin. Hajde që nesër bëj shaka. Edhe kur ti ikesh aerosim shkollën, nesër. Po mirë, se kështu Raspberry Pi kemi, ne kemi edhe kamerat Raspberry Pi që mund t'i lidhësh direkt. Më kupton, vetëm ty duhet diffuser cam. Miles tani sa na kanë ardhur Frenki, kemi marrë sa Raspberry Pi që janë 8 GB RAM se. Për një kohë gjatë kanë qenë shiti ose kanë qenë stok vetëm 4 GB-çet. Ne tani kemi marrë edhe ca kështu. Ndërkohë Alberti kanë ardhur ato pjesë e robotit tatë. Nëse se atë ka thënë apo e di. Po për seri mor. Unë kam pasur mend po si duket nëse pas e komunikuar. Po isha një ditë aty lart të zyrë, po si ishte që më dha argëra. Pra, o Frankin, nëse ke dëshirë ashtu, ne kemi ato Raspberry Pi, vetëm bëj gati një kështu SD card dhe shive se si programohen këto. Nëse të ka ta çifsh edhe më shumë në pjesën e programit, edhe çifsh në video YouTube që mos visha kështu thjesht kod, kam programin edhe ta provoj. Shikon në video në YouTube se duhet që mund të kesh një SD card tate, mund të marrësh një 32 GB ose 64, instalon të operating systems të SD cardës, se ajo SD carda pastaj do jetë memoria dhe gjithë shkaja e Raspberry Pi, se ajo kur vjen pak kështu. Nëse. Po shikoj të pjesën edhe brenda mundësive ta implementosh ta bësh diçka. Po, kam qejf që ta shoh herë, ta studioj edhe herë që ti jemi. Po të përgatit. E diffuser camit ke lexuar ndonjë çik si ka drejtën? Po, e kam lexuar mirë, kam bërë ca, domethënë nuk them shumë. Po. Pjesën e abstraktit dhe pjesën e introduction, domethënë me fjalët e mia po flasim. Kuptoj, po. Jam munduar tani, kisha qejf ta shifsh edhe programin, po do mundohem ta shoh ta implementoj
Do bëjnë ndryshim, qof në gjë në YouTube. Në fakt, për këtë projektin që keti, Frenki është goxha është relativisht i bukur, është pak e vështirë. Vetëm Dhe se në kishte qoftë që- shumë materiale, ishte shumë Ka pak. i hap, le të themi. Por mund të them këtë gjë, Frenki, me fjalën, nëse je dakord, nëse keni shok në klasë, te lënda jon të research methods. Nëse ai ka dëshirë, nëse ti ka dëshirë, mund ta bëni edhe dy vetë një projekt. Kur bëhet fjalë për diffuser camin. Mirë. Po është Andi, Cili Andi shejaj. po Andi ka e temë, çka ka Andi çka kam thonë? Nuk e di me thënë drejtën. E ta shikoj pak. Jo, nëse është Andi, nëse Andi, Nëse s'ka filluar ai me temën e vet. nëse e ka bërë ai si puna ti pallatit, si ka Po. pallati? Ka ngel vetëm themelit. Ka ngel ta dy cepat atë mesi. Kjo është, po, ta shikoj pak. Çfarë te tema Andi, çka kam shënuar këtu? Andi paska digital inline holography. Dhe Andi ka goxha temë. S'po e ndroj mani, gjej një shok tjetër. Po sugjeroj, nuk e di, ta shikoj pak. Andi ka këtë, po. Andi po e lëm aty njërë. Po ka qimi ne, unë, Alberti, Andi. Po kemi edhe ca shok shumë të mirë. Po Stefani pse erdhi tani Stefanos, temën që kishe ti, kishim këtë ne. Point of care më duket? Stefani? Stefani, nuk apo mundohesh, po e shikoj që po ashtu. Atëherë po shkruajmë te chati, s'ka gjë Stefani. Ti normalisht po ecim me këtë bright field microscopy, point of care apo në rregull, dakor. Mirë, se do në tregosh diçka shumë mirë. Atëherë shikoj se unë në fakt nga që po flisim për pak kohë do më dërgosh po prezantim, mund ta prezantosh diçka Stefan? Ndërkohë, Alberti unë kërkoj ndjes se ke dhe prezantimin gati, shumë mirë. Atëherë ne po flisim pak gjatë me Alertin dhe Albertin, prandaj thash ti ta përshëndesim pak Frankin se që mos e shoh, do të kthehemi përsëri. Alberti, të kthehemi te tema jonë që po diskutonim bashkë. Se Po përse. mos ta pas si po diskutonin vetëm ne të dy, pra unë këtu mbaj të shënim që kishim aty diskutim me Lam të Lab View Control, që Lab View do kontrolloj kamerën, tani për secila kamerë do jetë compatible, atë do mundohemi ta gjejmë shpejt. Pra camera shoot the image ose acquires the image, pastaj evaluates if it is in focus, okay. Pastaj if it's not in focus, okay, if good, if maybe can avoid improve, if good, improve the focus, if bad, adjust the focus, dhe ajo që mund të jetë një grafik goxha, në fakt, të cilin dëshmi ta bëjnë sa më shpejt Alberti është ky që mund të jetë e bukur, ndërkohë që Zabri lëviz tepër motor të kamerës në një skanim të Z-it, ta lëviz për shkak 1 mikrometër, të marrë imazhin, të llogarisë autofocus measure dhe të caktoj një pikë në grafik. Pastaj të lëviz 1 mikrometër tjetër dhe do kemi një grafik si funksioni ta them diçka këtu. Po e kuptoj profesor, nëse do i afrohet perfeksionit ose largohet për ta matur. Po, do kemi një bosht, ku gjatë boshtit X-it kjo do matet me mikrometra. Pa do kemi boshtin X si funksion me mikrometra. Po. Dhe boshti Y do jetë focus measure. Dhe çështja është që meqenëse kemi atë stepper model që do kemi rezolucion për gjatë boshtit X, we may want to get një grafik që do i ngjaj kështu. Si puna këtu me fjalë, që do thotë këto pikat, so this is micrometer, dhe këto pastaj do jenë autofocus measure, dhe ne do mundohemi të rinë diku këtej. Që do thotë the best position të stepper modelit do e gjejmë kur të kemi një vlerë relativisht të lartë. Pra, Lab View do kontrolloj këto, tjetër çfarë do diskutonim ne, pastaj adjustment done using Zaber. Okay.
tjetër pastaj. Kjo është këtu. Një gjë tjetër. Në fakt ne skemi XY kontrollën Alberti këtu kemi bërë pak gabimne që s'kemi marrë një stepper motor XY për të marrë të furje transform Tigore fitonën. Sepse pastaj këtë problem mund ta zgjidhim ne vetëm me një LED të vetëm, të cilin po ta vendosim në X and Y motion, mund ta kishim lëviz nga 4 mm majta zgjatas lart poshtë. Nëse pra Profesor, ju po mendoni me heq LED-in tani? po mendoj këtë që Me zëvendësu me lazer që lëviz XY. ajo është një nga dëshirat, po, ajo është. Por ngjelet si fillim për të parë në fakt si na dalin këto algoritmat. Ndërkohë Alberto më shumë kurioz ta shikoj pak. Mund ta bësh share këto imazhet e fundit që ke bërë reconstruct? Profesor, ja dërgova një në WhatsApp. Ja se po. Ta shoh, ju thash një gjë, okay, shumë mirë. Ta shoh nga WhatsApp-un. Sa gjeti celularin. Kjo është më e mirë që kemi, Alberti? Besoj se po. Alberti, kjo është ndër më të mirat? Alberti, është fik mikrofonin, ndoshta se ke vëre apo? Po që ka fik, profesor. Okay. Ky është imazhi më i mirë, ndër më të mirët? Po profesor, ndër më të mirët për këtë që është qendër dhe është më i zmalluar i mundshëm që kemi arritur të kapim edhe këtë qendër. Po mirë. Ndërkohë, unë do sugjeroja këtë imazhin ta vendosësh mundësisht e ke përsëri vendoset e PowerPoint-i jot ose te Word-i jot, edhe ndërkohë të na gjesh pak edhe atë imazhin origjinal që ka qenë në qendër, ta bësh crop mundësisht të ngjashme me këtë, e ti vendosësh të dy krahas njëri tjetrit. Edhe ne do të shikojmë që kjo image reconstruction algorithm sa shumë e përmirësoi këtë fillestarin fare, më kupton? Nëse kam edhe një këtu profesor që. Ja, të shohim. Oh, ky është origjinali? Ky është jo origjinali, ai që kemi parë herën e kaluar. Dakor, që ishte shumë i mirë, po. Po. Ndërsa ky është, domethënë, duke i parë këta dy. Jo, 7 është, kjo reja është goxha shumë mirë. Shiko, po. Tu po thuj se nuk e shohim fare qendrën, ndërsa këtu duket është thjesht që është e prishur kështu, rezolucioni sharpness anash. Po. Në fakt është rrit kontrasti goxha te kjo këtu. Po. Për shembull elementet e 7-s, ama te elementet e 7-s, ato numrat 7-6, 7-4 nuk duken fare numrat anash vizave. Besoj është e qartë që s'duket. Po jo, këtu duken. Po, aty duken, është vërtet. Në rregull. Këtë arritë Alberti duke ndryshuar distanca, ti nga 67 në 27. Po. Okej. Në rregull. Po mirë. Këto për shembull mundësisht unë do sugjeroja që origjinalin e vendos te Wordi, këtë që është në mes që është keq te Wordi, edhe këtë që është më mirë te Wordi në një faqe krahas njëra tjetrës që një person kur ta shikoj të ketë mundësi të bëjë një kështu qualitative comparison. Edhe po një shembull që mund të jap është kjo që kam pas student më përpara që kur kanë ndërzuar këtë temën e masterit, kanë bërë për shembull figura 17, kanë vendosur imazhin origjinal. Figura 18 te faqja tjetër kanë vendosur për shembull që është përmirësuar pak. Figura 19, ajo tjetra më vonë. Ajo që do ishte mirë fare është që 3 figurat i bëjmë merge në një, sepse na intereson që të shohim how things are getting better, më kupton? Po. Kështu pra. Sekond 13, 11. Okej. Kështu atëherë, në rregull. Kjo është më i mirë se Alberti, po. Po, për shkak ndërkohë që kjo është më i mirë sepse është përmirësuar distanca. Nëse ndryshon edhe center image, a përmirësohet ndo pak? E ke provuar?
Jo, këtë se kam provuar në fakt. Mhm. Dhe me numerical aperture kam luajtur pak dhe ajo ndikon disi. Aha. Po më duk interesante kjo distanca e LED-it, kjo do parë që Po pra, a skanon dhe pak, më kupton? Skanosh, që do thot, a mund ta ndryshosh dhe pak për të parë nëse se edhe vetë pastaj mund do kuptosh atë si funksionon kjo. po. Kupton? Pra ata ta ashu pak, ta shikojmë. Okej, shumë mirë. Kështu çështje. Profesor, në qoftë se për shembull për këtë kontrastin ose sharpness, se MATLAB-i ka dhe funksione tjera që mund t'ja vendos në fund një funksion për t'i rregulluar sharpness e imazhit. Me MATLAB e ke fjalën. Po. Po shembull- ndërkohë po sugjerojnë që ta kontrollojmë me LabVIEW, ta bëjmë automatik apo ta Jo, siç ekzekutohet kjo tani që më kap këtë imazhin, ëh? Nuk Po. printoj këtë, po e rregulloj me një funksion sharpness që ka MATLAB-i, të ti bëj më të dallueshme edge-et e këto gjërat edhe Po. pastaj. Jo, patjetër, mund ta bëjmë atë, patjetër. Okej. Mund të bëhet tash, Atëherë, dakord. Mirë, më Alberti, tani këto çashnime të vogla që mbajta tani do mundohemi të ashtu. Por për shembull, kjo sa mesazh reconstruction Alberti? 5 me 5 është kjo apo 7 me 7? Po 5 me 5. 5 Dhe me 5. provoj dhe atë që kam një dataset 9 me 9. Po 7, po mirë. Sa mund shkosh? Mund shkosh 11 me 11 për shembull? Po besoj se po. Tani për tani nuk kam dataset, do shkarkoj një dataset të bëj edit edhe. Okej, shumë mirë. Dhe provoj profesor dhe me resize, nuk e di, të bëj resize fotove. Okej, po. Në fakt po bëri resize, mund të humësh pak rezolucion, Alberti. Një gjë që mund të bëhet është kjo, mund të bëhen crop aty në qendër, po duhen bë crop në qendër mirë se po ti bësh, pra duhen bë crop exactly të njëjtat koordinata, më kupton? Okej, po. Të jenë on top of each other, nëse. Dhe në këtë mënyrë edhe është imazhi i vogël që do thotë computational complexity nuk do të rritet shumë. Okej. Kështu. Mirë atëherë Albertin, dakor, do mund të flasim përsëri edhe pas leksionit patjetër. Okej. Por këtë përmirësim që shoh këtu, kjo është goxha mirë. Goxha mirë. Atëherë, mirë Alberti, ta lëmë kaq, pyesim pak alertin. Okej, në rregull. Mirë, faleminderit Albert për këtë prezantimin që bëre. Faleminderit profesor. Lutem. Okej. Alerti, okej, të kalojmë nga Franco. Franco na doli pak. Stefani do na tregojë një sekondë, do thojën. Stefani do na bësh herë të prezantimin ta çfarë ke për të na treguar? Stefani? Atëherë, Stefani, a na tregon slajdet? E kuptoj që s'është po mirë, nëse e keni me email, atëherë të jap një sy këtu ndërkohë që jemi gjatë leksionit. Nëse Stefani, mi dërgoj çfarë ke? Ndërkohë që mi dërgon, ndoshta presim ta lidhet përsëri Franki.
Poi io tengo una frittata.